Tashmë kemi në studio atë të ftuarin special që me që kemi edhe kanalin tonë të dedikuar tani mund ta shihni, nuk ja mbajmë dot ai shumë surprizë. Nuk e ruajmë dot këtë enigmatikën. Por për të bërë një parantezë tani. Për ne si brez i ri, artistja i janë përveç se frymëzim, po ashtu dhe një rikujtesë e vlerave të muzikës shqiptare, një dëshmi se stili dhe shpirti do të rrojnë në muzikë përgjithmonë, sa kohë ajo bëhet me dëshirë dhe pasion. Ai veçanërisht artin e tij e ka dhe do ta ketë gjithmonë të pakohë dhe për ne është një nder që e kemi në studio. Mirëmbrëma Altin Goci. Mirëmbrëma. Faleminderit për këtë. Njëkohësisht faleminderit edhe për fjalët e bukura. Si e një? Është kënaqësi për ne. Si të gjejmë? Mirë, goxha mirë, edhe është kënaqësi edhe unë sa herë vi këtu ke topi. Është një Na vjen mirë. Nostalgji mbi të gjitha, sepse unë kam qenë ndër ato ndër të parët që jemi futur ke dera topit, le të themi, që kur u hap radio Top Albania, pastaj me televizionin e kështu me radhë, kështu që në një farë mënyrë jeni rritur bashkë. Po. Po si e kujtoni ato kohra, për shembull kur esni nëpër korridoret e Top Albania Radio ose Top Channel-it në ato vite? Shiko, unë mund të them që e bëj një lloj krahasimi dhe tani është njëti vrull, është njëti pasion. Me gjithë paçka se brezat kanë ndryshuar, janë punojës të rinj, disa kanë ngel, shumë tjerë kanë ardhur, por e shoh domethënë që fundit domethënë ky pasion e ka majt topin. Edhe për ne si produkt i ri në fakt i Top Albania Radio është një nder shumë i madh që të na vi kjo fjalia është më tepër nga artisti. Po shkon me trashëgimia ajo. Është e vërtetë. Është ngrit një bazë goxha e madhe dhe detyrimisht ashtu shkon. Ndodh një lloj gërshetimi mes brezit të ri dhe të vjetër. Ne që të dy jemi artistë dhe të dyve patjetër që na inspiron, se edhe pyetjet që kemi krijuar për ty dhe shkruar që ato detyrat e shtëpisë që bëjnë të gjithë gazetarët, i kemi qëndisur aq bukur ta thash edhe në prapaskenë. Kështu që shpresoj realisht që ta shijosh. Patjetër. Dhe me që jemi këtu, le ta nisim me pyetjen e parë që ne kemi për ju sonte, që nga dalja juaj e parë skenike, shumë gjëra qoftë në art apo edhe në shoqërinë shqiptare kanë ndryshuar goxha. Nëse do bëni tani një udhtim të shkurtër në retrospektiv, si u ta kujtonit karrierën tuaj dhe ndodhit që e kanë shoqëruar atë? Unë kam dalë me, siç e din, kam dalë me Rit Folk në 91 në festival për herë të parë. Dhe ishim një grup që bëm një këngë që ju nderoj dhe thjesht donim të mirnim pjesë në festival dhe kaq. Nuk është se kishim ndonjë ambicie për të shkuar më tej, domethënë. Ishim thjesht 4 çuna të rinj që kishim bërë një këngë dhe donim ta lançonim në festival. Mirë, po ajo mrekullia ndodhi që morëm çmimin e parë për grupet e reja. Dhe ajo na bëri si thosh, paçka se kemi qenë shumë 18 vjeç, Ajo na bëri domethënë që ta miqim çik më seriozisht këtë punën e muzikës, sepse ëndrat patjetër që ishin aty domethënë, thjesht duhet i shpalosin. Dhe kjo shkoi domethënë vit pas viti duke bërë këngë të reja, bëm albumin. Kurse për ta përmbledh pasaj mbas ndaja me grupin, vazhdoi karrierën time solo. Pra mund të them që jeta ime artistike ka pas ato ulje ngritjet e veta, domethënë edhe mund të them që fakti që jemi sot të tre këtu që unë po jap intervistë me ju, domethënë tregon që unë vazhdoj të jem akoma prezent në muzikë. Pra nisët artin tuaj me shumë dashamirësi, ndoshta edhe pas certin naivitet, pa e pritur se çfarë reagimi do ketë publiku. Kjo pa diskutim, naiviteti patjetër, jo vetëm për sa i përket muzikës, po ka qenë naivitet në komplet brezin ton. Në përgjithësi, koha e tillë. Dhe unë them që gjëra më të bukura nga naiviteti, po që nga pasioni për të bërë diçka, për të mos ta menduar shumë gjatë që do bëj këtë për të dalë diku këtu ose për të pa strategji le të themi. Edhe duket sikur e keni manifestuar në një farë mënyrë se nuk ka artist, sidomos edhe të atyre kohërave që edhe Shqipëria ka qenë në tranzicion, që nuk kanë ndërruar edhe me titullin e këngës tuaj, duket sikur e keni manifestuar në një farë mënyrë. Edhe ajo dhe nderoj fakt ka qenë leitmotivi komplet jetës time për hir vërtetës, sepse është një këngë që ka ngjitur aq shumë, jo vetëm te brezi im i asaj kohe, po
Ja, fakti që do ta diskutojmë në një periudhë të mëvonshme. Jo komplimente, by the way. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Se s'do ta zgjat, domethënë po realisht për një artist nuk ka gjë më të bukur dhe kur dikush që nuk ka lidhje fare me atë brez, domethënë i përket një gjenerate totalisht tjetër, unë këndon një këngë në rastin konkret më nderoj dhe më zbër jashtëmase qefi dhe them që shumë faleminderit. Vazhdon kënga brez pas brezi këndohet. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë edhe për dëgjuesit tan, do t'ju shpjegojmë kontekstin e kësaj vetëm pas pak, por me që jemi tek ndërroj edhe Rit Folk. Ajo ka qenë pjesë thelbësore e artit tuaj dhe për krijimin e këtij grupi ju falenderoj një Shqipëri e tërë, kjo absolutisht, kjo nuk ka diskutim. Për tu theksuar, por cili është kujtimi më i fortë që ke nga ditët me ta ose një moment që të ka mbetur kështu si fotografi në mendje? Ka, për i të vërtetës, ka goxha momente. E kam thënë fakt, zot bëhem shu të përsëris vetveten, e kam thënë në vendin e tjera fakt që kur kemi fituar për shembull çmimin e parë, nuk na e dhan si çmim, në sensin që nuk na lançun, haruan. Si haruan më? Na haruan mbrapa skene. Na than kemi fituar çmimin e parë dhe prisnin tash do t'ju po mirë pse nuk e bëre ti kështu që jo dhe ne në fakt për i vërtetë ne pritëm derisa mbaroi festivali. Kur mbaroi pastaj edhe na kërkuan falje, ashtu ndodhi një lapsus. Nëse janë ca kështu që ne i themi gjithmonë me shaka, si tipi kësaj ndërroj, ose për shembull në 92-shin me Afro na nxorën fare, nuk na futën as finale as gjë, kupton, edhe pësum atë zhgënjimin ton të parë në këtë botën e dhunshme të artit dhe të muzikës. Në botën e dhunshme të artit dhe të muzikës. Mirë, ecim pak përpara me kohën. Kthehemi pak pas, sepse dikur muzika kishte më shumë censurë politike. Ndoshta sot ka dhe shumë lirshmëri, mirë po pak cilësi. Për ty cila është më e rrezikshme për artin, censura apo vulgariteti, nëse mund ta përmend si term, duke qenë që shpesh herë një pjesë e gjërë publikut i referohet pra muzikës moderne si vulgare. Personalisht vulgariteti për mua është ajo maja ose më sa ka prek fundin. Ka prek fundin. Po kjo nuk do të thotë që nuk jam pro censurës, sepse unë i përkas një brezi kam qenë i vogël, le të themi, në atë kohë, dhe më shumë kam dëgju, po edhe kam parë, pak a shumë, që nuk ishi lirë të shpreh atë që ti doje, kupton? Qoftë në muzikë dhe qoftë në tekst, dhe kjo është e tmerrshme për i vërtetës. Absolutisht. Po ndoshta nga që kam aktuale tash dhe është koherente gjithë kjo ndjesia ime gjithë këtyre viteve që dëgjoj këtë muzikën vulgare ose muzikën që tash ka prek fundin për mua, them të dytën më shumë. Pra, a mendon se tani po e analizoja gjithë trajektoren e muzikës moderne dhe edhe të vjetër që ka shkuar? Falë se po do pres nuk janë të mira, ekstremet asnjëherë nuk janë të mira. Pikërisht, këtë do thoja. A mendon që pra vulgariteti që neve na ofrohet sot në muzikë përgjithsisht, siç edhe e përshkruan një pjesë e madhe e audiencës, mendon që është një kthim pllake ose një frustrim që mund të kenë patur nga brezi i kaluar për shkakun që kanë qenë më të censuruar dhe tani kanë thënë okay, tani kemi liri dhe jo, këtë mund hajde burra. Këtë mund ta mendoja për brezin tim. Mbasi dolëm. Mbas sistemit, le të themi. Kupton që çfarë ishte censurë, tash po dalim. Dhe atëherë dolën faktikisht. Por nuk ishte liria asnjëherë e çfrenuar, po themi. Unë mendoj që ka gjithmonë një lloj kornize në muzikë, sepse fundit arti është gjë estetike. Absolutisht. Nga kjo anë. Dhe pak a shumë domethënë këtë mendoj, domethënë që ky brezi tani nuk ka lidhje me se dikur ka pas censurë dhe tash i hajde. Por që nuk janë, unë them edhe këto ingranazhet e shtëpive diskografike, po quajmë siç ka në botë, le të themi, këto shtëpitë e produksionit që kalon në vrimën e gjilpërës. Pa çka se edhe unë prap nuk jam shumë dakord me kohën e sotshme, se muzika faktikisht ka probleme edhe në botë. Po. Është e larmishme edhe prandaj është e tillë. Po, me ato probleme, kjo është punë gusto pastaj, ja. Po. Por që aty sillet, nuk e di, mund sillen 10 këngë për të vendosur kush do jenë më të mirat për të bërë një album ose një single ose më të thash, kupton? Nuk kalon kështu ti bën një këngë të hajde tash po e nxjerrim, kupton? Vetëm Shqipëri është. Po. Vetëm në Shqipëri domethënë ekziston ka kjo lloj kulture. Unë mendoj që kështu është. Ose ndoshta Ballkani, po të paktën
s'flas dot me kompetencë për matan Shqipërisë, por për Shqipëri po, domethënë mjaft aq më shumë kohën e sotshme që ti aft tash vetëm nëpërmjet telefonit. Bësh çuditëra dhe e nxjerr edhe në YouTube, bëhet virale në TikTok, më të thash. Ai sigurisht shumë e lehtë. Ai fund nuk ka faj, ëse ai do të bëj gjë dhe nxjerr sikur piqen kushtet edhe kanë ndryshuar shumë gjëra, domethënë që në atë kohë, por me që po qëndronim te retrospektiva, ne do të shkojmë në retrospektiv tani për të dëgjuar këngën që Rit Folk dhe Altin Gocin i ka lançuar në treg, ëndërroj një prej këngëve më të bukura të muzikës shqiptare, këtë e them me plot gojë. Faleminderit. Ne po e përsërisim edhe tani, domethënë që është një kënaqësi shumë e madhe që ju gjendeni midis nesh, dhe sado që ndoshta Shqipëria ose muzika shqiptare mund të ketë prekur një lloj vulgariteti dhe ka bërë ato degëzimin e vet nga muzika botërore, prap këngë si Ëndërroj janë rikujtesa dhe Handbook veç, po janë edhe rikujtesa që arti shqiptar nuk do të vdes kurrë, dhe sidomos nëse është shkruar nga artist si puna e Altin Gocit, patjetër që ajo do të jetë e pa diskutueshme, nuk di çfarë të them më tepër, është një këngë që nuk ka nevojë për prezantim, do ta ndjekim tani më një herë. Kjo është Ëndërroj bashku në studion e Lanços me Altin Gocin, të ftuarin e ditës së sotme, dhe mysafirin ndoshta më special që mund të kemi patur për sa i përket Brezit të vjetër. Ajo nuk diskutohet as pak. Ndoshta është edhe i pari, ë? Edhe i pari. Tani që po mendohem. Mund të jetë edhe i pari. Dhe fakti që është i pari tregon që jo vetëm i ka rezistuar kohës, por është gërshetuar edhe me Brezin e ri. Po apo jo? Mendoj që po. Pra patjetër. S'ka jo këtu në këtë program. Tu nuk ka jo, ka vetëm po, dhe fjala po rimon me lanço, kështu që është stamp kjo gjë. Mirë, duke qenë që po flisnim për muzikën e vjetër edhe atë të re dhe një gërshëntim, pra, duke qenë se keni qenë pjesë e këtij artit shqiptar në kohë të ndryshme dhe keni ndier nga afër mungesën apo nevojën për mbështetje. Nëse ju do t'i drejtoheshit ndoshta institucioneve shtetërore apo kulturës shqiptare, pra ministrive, do kishit një mesazh për to, një thirrje? Shiko, unë mendoj që mund të kem shumë mesazhe, kam shumë gjëra të akumuluar me unë, por përgjithësinë berzim, por që mendoj që edhe kjo puna jon ose kjo muzika jon që e diskutojmë, me shajmë, me lavdrojmë, me problemet e veta, nuk është thjesht rastësi. Kjo është pjesë e jetës sonë, është pjesë e këtij tranzicionit gjatë që ne po jetojmë. Pra në një farë mënyrë reflekton edhe realitetin. Reflekton patjetër, s'mund të jetë përjashtim nga rregulla. Kështu që edhe muzika është si puna sportit, kupton? Po. Nuk mund dali dot diçka ekstra, kupton? Unë them që kjo do rregullohet, ndoshta mund të rregullohet kur të vënë dhe kushtet e lojës, të vënë rregullat e lojës, të vënë ashtu siç duhet të jenë. Për sa i përket të qenurit në BE, me rregullat të reja, me respektim e drejtave të autorit, jo se duam ne, po se duan ata. Se duan ata dhe se duhet realisht. Se duan ata, pastaj është mirë edhe për ne. Se ka një lloj standardi, domethënë, në të cilin duhet të përshtatemi edhe ne pastaj. Këtu pastaj nuk do jetë më ajo liria pafund që kalon në atë ekstremin tjetër, po them që do vendosen pastaj si funksionon si çdo lloj gjëje që duhet të funksionojë matan Shqipërisë, në Evropë, me rregullat standarda dhe rregullat e rrepta njëkohësisht për drejtën intelektuale, drejtën e autorit, më të thash, vetëm kështu një artist mund të mbijetojë. Jo të mbijetojë, po që të eci edhe fundit edhe të karikohet për të bërë gjëra të tjera. Edhe të shpërblesh, pra, të ndiejë një farë dhe të dalë ke pyetja jote, juaj domethënë që shteti vetëm kaq mund të bëj, kupton? Mund të bëndë shumë herë më shumë, kupton? Por në momentin që këtu arti, sporti, kultura janë gjithmonë, po t'i vesh lajmet janë gjithmonë ato të fundit. Që në atë, unë mendoj të mund që e vetmja gjë që mund t'i çoj fytyrën këtij vendi është arti. Ti po thua pra që disa kultura, patjetër, disa gjëra zvehen, shmangen. Patjetër, kështu që nuk kanë atë fokusin e duhur për t'i dhënë fundit diçka që pra ka një lloj recensioni, domethënë. Është e vërtetë, dhe unë them sa do të përpiqen këto, dhe ne mirëmi në verë me turizmin, kupton? Aty pastaj fillojnë gjithë muzeet, kultura, po kjo s'do të jetë vetëm një periudhë e caktuar. Është vërtetë, nuk duhet të jetë sezonale, duhet të jetë përgjatë gjithë vitit. Por i vërtetës tash i ka filluar. Po.
ne këtu kemi qenë gjithë, domethënë. Po. Do thosh ti pastaj nga ana tjetër ku ka shumë gjëra që ku ti kapësh e çat rregullosh më përpara, po secili e çon atë krapën nga vetja vet. Nga vetja vet. Dhe për të folur me që ishim duke diskutuar realitetin shqiptar që lidhet ngushtë me artin, sidomos në këtë vend. Do shkojmë edhe një herë pak pas në kohë, se duke qenë pjesë e një prej grupeve më të njohura shqiptare dhe më të famshme asaj kohe, sidomos në periudhën tranzicionale të Shqipërisë ku edhe regjimi ishte duke ndryshuar dhe në masa ekstreme për hir të vërtetës. Nuk e diskutoj që ka qenë një moment shumë emocionues edhe sidomos në atë moshën aq të freskët që kemi qenë. Po, vështirë. Po, emocionuese pikërisht për shkak të sfidave me të cilat artistët përballeshin. Në atë kohë kur vendi ynë ishte pak i izoluar nga bota e jashtme, ku arrini ta gjenit ju si grup, po themi Rit Folku apo dhe brezi artistëve frymëzimin, si e gjenit? Atëherë, unë adoleshenca ime ka qenë mesi viteve të 10. Okej. Domethënë që kam qenë një moshë, kuptoja, dëgjoja, edhe i mat kishte një radio Panasonic, që më si tani. Jo nga këto Iliria që ishin shtam, super e kishte sjell nga jashtë. Diku moderne, bravo babi. Dhe kapte valët e FM, valët e gjata dhe valët e shkurtra. Dëgjonim unë më mend që dëgjonim hit paradin. Sheurazi kam përshtypjen. Po, Sheurazi, po ke Radio 1 më duhet, Radio 2, sa më Radio 2. Gjithmonë nga fqinjet tanë italian. Po. Një kjo radio ka qenë, donë që dëgjoja komplet to playlistat hit paradin sipas italianëve, renditjen në Itali, ku kishte kryesisht këngëtar italian, amerikan, anglez, çfarë ishin prurit e reja brand new. Edhe njëkohësisht edhe televizori Sheurazi dhe ato, i shihnin Jugoslavin me ato kanoçet e famshme. Prindit e ju kanë përshtypjen që e din. Edhe kanë qenë vetëm dritare që ne komunikoshim me botën e përtejme. Në ato vite kam pa për të parë një emision natën ke Rai Uno, Note Rock, kam pa Beatlesat për herë të parë, domethënë i kisha dëgju nga babi që mi thonë pak Sheurazi, po bëhet fjalë domethënë nga mesi viteve të 10 kishte filluar avash të lironte nga pak, po jo. Pra në një botë të censuruar ti kishe krijuar një dritare të vogël artistike që ta ushqente. Po që të mirë ato bulxat e para. Pastaj një emision nga Jugosllavi ka qenë satelitski program, se si quhet, diçka për atë sepse ai i mban mend ato e di pse i mbaj mend sepse aty kam filluar të promosem. Kuptoj çfarë ishte muzika, çfarë bëj në botën përtej. Në botën përtej, në botën matan, në botën përtej. Në botën përtej bëhet nave. Si në Narnia. Po, si në Narnia. Aty kam parë thash edhe ku diun Scorpions, Beatles, Sting, ku diun Madonna, domethënë çfarë ishin çfarë këngëtar çarkullonin, dhe që ishin mod ose ishin të vjetër, nuk ka rëndësi, domethënë ipte që kanë përshtypjen edhe e kanë inspiruar. Do t'i hymi çik këtyre. Do t'i hymi një çik pastaj. Por ndërkohë në artin sot modern shumë artistë zgjedhin të laçojnë veten nëpërmjet algoritmeve të rrjeteve sociale apo pjesëmarrjeve në formate televizive siç mund të jetë edhe Big Brother VIP. Si e komenton ti këtë zgjedhje dhe shkurt fare a do kishe hyrë ti në Big Brother? Një pyetje kështu shqiptare popullore fare. Se kaq më kanë bërë një ftesë ke Big Brother i parë VIP. Detaj ekskluziv. Edhe nuk pranova sepse atë jetën time kam shumë privatësinë time kam shumë të shenjtë. Edhe nuk jam tip domethënë koha tregoj që aty duhet marrësh jo ta kesh gojën kaq, por do të kesh dhe kazën. Duhet të kesh edhe kazën. Kështu që unë këto, domethënë, gojën e kam me përmasa normale, edhe kazën nuk kam. Kështu që e kisha të pamundur. Domethënë në dhjetor ne mos të kemi shpresa për. Është gjë domethënë që mund ta shijoj duke e parë nga divani, po jo të jem vetë. Domethënë të shijon kazma aty kur e shef, po jo kur e bën vetë. Shiko, më shijon rehatia të qenurit rehat. Kaq është pa bukur loja, ke qef me pa. Patjetër. Pa pas kamerat vërdalle.
Mirë. Besoj se më shkurt se ka. Ne do të kemi edhe një pjesë tjetër me Altin Gocën ku kemi edhe ato pyetjet ndoshta pak më spicy, pak më pikante, edhe më të bukura faktikisht se gjithmonë e bukura ruhet për në fund. Ne do të ndjekim tani më një prej këngëve më të njohura të Altin Gocit me ty kaq pranë. Si mund ta përshkruaj këtë këngë shumë shkurt për edhe për ta prezantuar për publikun tonë? Unë mund të them që ka qenë kënga ime e parë mbas ulëmtimeve të mia, eksperiencave të mia kur ndava nga grupi, mendoj që këtu gjeta veten. Aventura jote e vetme dhe e parë solo pra. Këtu filloi, po, dhe ka filluar në studiot e Topit. Te Piramida aty është regjistruar. Kemi sërish së bashku në studion e Top Albania Radio në Lanço për të intervistuar Altin Gocin dhe sebeb që ai të jetë në studio është bërë kënga e tij më e re, Kërko magji në ajër, e cila momentalisht është edhe pjesë e klasifikimit të The Top List, por unë dua të pyes pak që të na tregosh pak më shumë lidhur me këngën dhe një detaj që mua më bëri shumë përshtypje përgjatë këngës është që ka një monolog që nuk e di nga ku është shkëputur, por më bëri përshtypje një ndër gjërat që thuhet, what kind of people do you think we are? Pra, çfarë lloj njerëzish mendojnë ata që ne jemi? Si është diçka që shkon përtej artit? Kjo është ajo zanafilla për të bërë atë tekst që këtë çeu edhe në letër. Kjo është një lloj një lloj rebelimi artistit për të gjetë, për të kërkuar atë magjinë në rrethin e vet. Jo vetëm në rrethin shoqëror, në familjar, por për gjetë magjinë aty ku ai të ndihet mirë, kupton? Sepse e kanë thënë edhe të tjera, është një këngë që flet jo vetëm është edhe koha sotshme në botë, universale nuk është mirë për hir të vërtetës, për sa i përket luftrave, grozë globale. Ka shumë konflikte vërtet. Konflikte vërtet. Teknologjia ka një anë shumë e mirë, po nga ana tjetër ka e anën shpirtërore, po e nxjerr jashtë loje. Pra janë një sër faktorësh që ty të bën të reflektosh kur sheh lajme, kur dëgjon. Pra e te kalon shumë artin. Ku kthehesh pastaj me këmbë tok rrethin që na takon këtu në Shqipëri, duke pastaj nga ta nisësh me lloj çuditërash që të bëjnë që ti të kesh një lloj mlefi. Dhe ti nuk do më që të jesh më pjesë e kësaj turme. Kësaj turme të marr. Edhe këtyre njerëzve të mençurve me kokën bosh. Siç është në tekst. Dhe thash, zanafilla nisi nga Churchill, Prime Minister i Anglisë në kohën e luftës së dytë botërore, kur jep një fjalim në Kongresin Amerikan për të mobilizuar njerëzit, i drejtoi popullit për luftën kundër nazistëve gjerman. Dhe kjo frazë ngelin, çfarë mendojnë ata se jemi ne? Shumë e bukur, shumë e goditur në fakt. Edhe kur e bëm dhe videoklipin pasaj me Tom Baxhakun, regjisorin e videoklipit, ai na shtiun mend atë shprehjen e pamshme të migjenit, si s'kam i grusht fuqishëm ti bien zemër marrjes bsan. Është një lloj thirrje e brendshme. Është një thirrje e brendshme në fakt. Je i pamundur, kupton? Dhe je pamundur ta ndryshosh të realitet. Dhe në mënyrë metaforike ne kishim i tullumbac, dhe unë që i bie me vare. Po, e mbaj mend atë moment. Don tullumbaci nuk s'ket se çan me varet, sepse ti me një gjilpër në fund fare. Është një farë metafore. Po, një farë metaforë që ti me një gjilpër me gjë shumë të thjesht çan tullumbacin. Pra, njeriu do të gjejë atë paqen, gjej qetësinë, të kërkoj magjinë, që të mbushet, mjafton një pikë të mbushesh plot. Pra, ta gjesh aty ku ti mendon që ta bëj ty atë, po themi, jetën më të mirë, më të qetë, më të bukur, sepse ti pas Zotit të ndryshosh gjëra, po të paktën atë që ke ti në dorë ndryshosh rrethin tënd, kupton? Pra nëse ti do të arratisesh nga ky realiteti ndoshta edhe i vrasht, e bën play atë këngën edhe hyn në një tjetër dimension. Kjo është pak a shumë ajo. A do hym te loja themon se nuk më mban vendi. Do hym te loja patjetër, na e prezantojmë. Kemi një lojë shumë të bukur për ty Altin, e cila do të jetë një loje vendimtare për frymëzimin tuaj në lidhje me artistët që gjeni më shumë ndoshta veten. Dhe kur jepet përgjigja e parë, do vazhdohet me të tek artisti tjetër. Shkon zinxhir. Po, le të fillojmë ta ilustrojmë. Po nëse s'ka inspirim fare kë, apo do ta them një patjetër. Do ta gjesh se jam e bindur që do ta gjesh. Do improvizojmë gjithsesi. Fillojmë me të parën. Dire Straits apo Pink Floyd? Çfarë bombe. I
I kam të dy shumë të dashur. Po themi Dire Straits. Dire Straits si kam dëgju pafund. Atëherë, Dire Straits apo Eagles? Mund t'i sqaroj apo thjesht të zgjedh? Dire Straits. Okej. Dire Straits apo Beatles? Këtu nuk ka kompromis The Beatles. Okej, The Beatles apo The Rolling Stones? A ka dhe shumë pyetje tjera se di që aty do dalin ka dhe pak. The Beatles. Beatles. Okej, Beatles apo Bon Jovi? The Beatles. Okej. Beatles apo Scorpions? Scorpionsat janë një dashuri më vete, po Beatlesat unë vazhdoj t'i them që janë ato mentorët e mi të fillimeve të karrierës sime, domethënë. Më të mirët e të mirëve. Aty domethënë kanë qenë ato, pastaj erdhën të tjerë, domethënë ato fund ato bazat themelet e muzikës aty të rishpirti. Pop rock britanik. Okej, Beatles apo Led Zeppelin? Oh, The Beatles. Beatles apo të gjithë i dua. Beatles apo Aerosmith? The Beatles. Beatles. Beatles apo Metallica? The Beatles. Okej, është edhe e fundit. Ma thatë shpejt The Beatles, mund ta kishin lënë çik nga fundi. The Beatles apo Guns N' Roses? Oh, The Beatles as The Beatles. Ja thatë se po më thoshe në kështu Oasis pa dashje po. Po mirë, Beatles apo Oasis? The Beatles. The Beatles. Oasis janë kjo dashuria ime mbas 90-s. Në një farë mënyrë edhe inspirues të muzikës që kanë bërë, muzikës britanike të Britpopit. Po, ju pak a shumë e shpjeguat pse ju rri zemrat e Beatles. Po mirë, po në sintoni me muzikën moderne, e ke gjetur ti The Beatles në kohët moderne? Për fat keq jo. Jo. Kohët moderne, ku ti themi kohë moderne? Para sot, dhe pas. Muzikën e sotme. Muzikën e sotshme e shoh shumë të vështirë. Shumë të vështirë. Domethënë unë jam bërë kam filluar të marr vesh dhe të kuptoj dhe ta dëgjoj ndoshta dhe ta shijoj Taylor Swift prej Altini është një Swifti. Jo, është një Swifti. Babai një Swifti. Sa bukur, sa bukur. Kloa, vajza ime e madhe është një Swift. E përshëndesim. Përshëndesim dhe Kloën. Erastur për shembull. Sa informuar. Unë nuk e dija për vërtetës dhe nga Kloa pastaj nga që babi shifi se kishte qef. Të informon, të mbante për hir të vërtetë pastaj më bëri kurioze dhe ajo që më pëlqeu ishte nga që është kantautore. Unë kam gjithmonë respekt për kantautorët që shkruajnë dhe këndojnë vetë. Po, se jeni dhe vetë, prandaj. Edhe kjo më pëlqen, domethënë nga aty fillova pastaj të kuptoja domethënë çfarë lloj muzike, domethënë se Taylorin e kemi dëgjuar nga disa këngë nga këto që janë që konsumohen në radio shpesh. Po kishte këngë të tjera pastaj që ishin shumë normalisht ishin shumë të veçanta po të them. Edhe më shumë e tekstet sikur të rri më shumë, të evidentohet. Nga kjo anë. Po pastaj nuk mund të them në një i dëgjoj dhe i shoh nga nga fëmijët, për shembull Hana e vogla pëlqen K-popin. K-pop. BTS, Blackpink, domethënë këto. Blackpink po më shumë ke BTS-at, pastaj aty ngeli. Edhe bëri mësoi edhe babit vet emrat e BTS-ve. A i mban më të thua? J-Hope, John Cook, RM. Wow. Çfarë po ndodh këtu? Po shumë modern. Çfarë po ndodh këtu? Dikush më mungon dhe dikush që goca do bëjnë namin tash, po si harove. Po nëse kam kohë pak pa dëgjuar se me çfarë kuptoj nga vajzat kanë kishin qenë ushtar dhe tash i kanë mbaruar ushtrin. Po, tani kanë mbaruar do rikthehen. Uri bëga në 2026 diçka e tillë. Në me pak fjalë, për të rënë shkurt, domethënë në një farë mënyrë mundohem të jemi updateuar me muzikën moderne, por që të them të drejtën të mëngjisi e kam çik të vështirë dhe fal Zotit riunionin që bën Oasis, jo vetëm që më rikthyn atë nostalgjinë, domethënë po pash me edhe portale që shkruanin thoshin kishin kopa patën stadiumin super plot me moshë të mesme kryesisht, po edhe me fëmijë të vegjël. Altin, kjo tash e kemi ja brezave. Pa përmbyllur këtë intervistë, unë dua që ne të rikrijojmë një moment për të gjithë dëgjuesit, se la shpezull pak më parë. Unë kam publikuar në kanalin tim në TikTok një cover të Ëndërroj, krejtë rastësisht dhe tashmë që u bë realitet dhe Altin Goci është me ne në studio, unë do doja që ne ta këndonim bashkë tani a kapela. Nëse mundet DJ Kedos na uli bazën dhe ta bëjmë a kapela. Kemi një ukulele, po kam përshtypjen që nuk e bën punën si duhet. A kapela, atëherë skena është e juaja.
Sa dua të jem larg, larg mërzitjes pa kufi. Sonte do këndoj për ju, ju që njihni vesh qetësi. Kënga ime ngjitet lart, atje lart në qiellin blu. Ju o yje më besoni, kënga ime është për ju. Sa herë ju pyes, yje, sa larg jeni ju. Ju më duket sikur thoni, fluturon në qiellin blu. Bravo! Komplimente. Për mua ishte një ëndër e realizuar. Më kënaqet. Kjo intervistë ka shkuar vaj, na shijoj pafund apo jo. Edhe unë nuk kënaqem, më thënë drejtën. Siç e thash, besoj ta kem këmbën e mbar me këtë transmetimin e televizionit. Kjo ishte e qershia. Shumë faleminderit, për ne është kënaqësi që të kishim në studio dhe do donim të luanim edhe pak nga kënga më e fundit e Altin Gocit, Kërko Magji në ajër, duke qenë që ishte edhe ajo që e bëri pjesë të programit ton. Dhe tashmë me fjalimin e Churchill, what kind of people do they think we are? What kind of people do they think we are? Altin, të falenderojmë shumë që ishe mes nesh sonte, ishte një kënaqësi për ne. Faleminderit.